Ne gjitha punët këtu i bëjmë vetë. Kemi marrë traktorin dhe se ka qenë totalisht e pakalueshme, me kontributet tona nga pak kemi blerë naftën, kështu gjëra, është një ndihmë nga firma dhe prap do vazhdojmë për me qakull, bilet ju kemi thonë që nuk kemi nevojë nga ana juaj, sepse për me qakull e mirëmbajmë vetë. Për e do një asfalt, se çka kuptimi? Ne jemi të pretendu për asfalt, sepse makinat i shkatrum, e kemi të vështirë të shkojmë edhe në punë, edhe të kthejmë në shtëpi. Nuk neve nuk na kanë lënë asnjë mirëmbajtës që ta paguajë shteti ose bashkia për të mirëmbajtur këtë rrugë. Dikur më thanë që deri në Cinema ka qenë. A deri në Surrë? Po është një, kryesisht ato edhe i japin edhe banorët atje diçka ati për çfarë? Për çfarë bëj një njeri? Unë se konceptoj dot. Kjo rruga sa kilometra bëhet? Në total deri në Qinamak. Deri në Qinamak është diku 10 kilometër. Deri këtu ku jemi ne? Deri këtu te shkolla është 4 kilometër, deri te lagja ku banojmë ne atje 5. Qëse janë ato shtëpiat aty përballë. Po. Për 5 kilometër rrugë po vujmë. Për 5 janë dy fshatra, është Myç Mamës dhe Mamës. Myç Mamës dhe Mamës. Pastaj vjen Qinamaka, Surroj edhe këto. Edhe ato janë në vështirësi siç jemi ne.